familjen e shohim si një sistem në tërësi, një sistem i njësuar që ka të bëjë, domethënë përbëhet prej anëtarëve të familjes së ngushtë. Gjithmonë janë familje dy prindër, gjithmonë ka qenë kështu, shpresojmë do të mbetet gjithmonë kështu, të cilët e krijojnë familjen si çift, e krijojnë institucionin e martesës së pare si çift, mandej e krijojnë edhe familjen me fëmijët e tyre dhe po ashtu edhe ndonjëherë bëjnë pjesë edhe paraardhësit e tyre deri te pasardhësit. Ky sistem familjar bazohet në disa modele të përsëritura brenda familjes, të cilat të modele, domethënë, ose kopjojmë për të tjerëve, për atyre që kanë qenë para nesh, ose kopjojmë modelet më të mira jashtë familjeve, si shembull të mirë të jetesës e bashkëjetesës, dhe së bashku kështu krijojmë një sistem të brendshëm i cili funksionon bashkë me përgjegjësitë e secilit antar të familjes dhe me ndarjen e këtyre përgjegjësive në mënyrë të mundshme të barabartë, nëse miri do të ishte, por kur nuk ka mundësi në mënyrë të barabartë, atëherë në mënyrë të drejtë së paku. Dhe kur këto përgjegjësi janë të ndara në mënyrë efikase, atëherë familja funksionon ashtu siç duhet dhe quhet familje e shëndetshme.